Eshtrat nuk dihet se ku i ka, por vendin se ku do të rivarrosen po. Tash e 27 vjet, Afrim Dervishi nga Meja e Gjakovës është në kërkim të vëllaut të tij, për të cilin nuk dëgjoi as edhe një lajm që nga 99-ta, kur Iliri mori rrugë drejt Shqipërisë. Kjo udhë që po kërkonte shpëtimin, shënoi edhe fundin e jetës së tij. Diku në fshatin Krushe, ata i kanë dalë paramilitarët serb. Aty i ka pa një taksist i fshatit Zërz, i cili i ka njoft ata se kanë qëndru aty, edhe prej atij momentit, nuk kemi ditë asgjë. Se do të mësoj diçka për familjarin e tij, ky s'ka fort shpresë as tash, kur krye negociatori Besnik Bislimi, edhe akumtin se me Serbinë u morën vesh për themelimin e Komisionit të Përbashkët për të zhdukurit gjatë luftës në Kosovë. As i gjë hiç. As prej anëtarëve të Komisionit të Kosovës, pa Serbisë hiç se hiç. Unë kur nuk harroj. Nona më ka vdek para luftën, ndërsa baba ka vdek në vitin 2006. Edhe fjala e fundit të konë me që këtë djallë pa u gjetë. Tutje kë që ndan fatin e njëjtë me shumë të tjerë, që nuk din gjë për më të dashurit e tyre, shtoj se pritja po i rëndon çdo ditë e më fort. Për kujtim vllavt, e kom gjetë një plan shtëpisë që e ka bërë dhe unë e kom marru shtëpinë prej planit që e ka marru kë, sot e ka ma qmi, nuk kom dërshu asgjë heq, se ja ka marru dajs. E qatë plan e kom marru edhe une, i kam vizatimet e tine, planin e tine. Ky pati edhe një mesazh. Në çdo institucion tjenë njerëz profesional, njerëz që e din dhimbjen, e din rëndësinë, e din edhe profesionin me ditë që qysh zbulohen të zhdukurit.